Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam shkuar për herë të parë në xhami dhe jam ndjerë shumë mirë. Mu shqetësu shpirti e mendja. Po për Zotin, në xhami të shqetësohet shpirti, të shqetësohet mendja. Në xhami adhurohet Allahu i lartësuar. Në xhami përmendet në to emri i Zotit të gjithësisë. Kështu tregon Allahu i lartësuar. Janë vende ku në to me të vërtet shqetësohet njeriu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet me përmendjen e Allahut shqetësohen zemrat. Kështu kuptohet prej ajetit Kuranit. Unë lut Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj vazhdimisht me adhuru Allahun e lartësuar, me përmend të madhin Zot, me u falë në xhami.